sepse në mesataren e këtyre 10 viteve ka një mesatare prej 35% të buxhetit të saj lokal e kalon për investime kapitale dhe të shpërndara drejt këto kudo në territor, ku nga e gjithë shuma totale e investimeve të kryera, 54% janë të shpërndara në zonën rurale dhe 46% në qytet. Dhe përveç këtij fakti, kemi investuar si njësi vendore në të njëjtët vlera me qeverinë në territorin ton. Ajo që është për të theksuar, është dhe fakti që njësia ankoruese Berati për këtë tregues për hapësirën investive renditet ndër 10 më të ngushtat, duke renditur nga fundi. Kemi bërë edhe një paraqitje grafike të gjithë mënyrës se si paraqitet dimali në nivel qarku, duke u paraqitur dhe duke zënë në nivelet e para në 3 indekset. Këtu i kemi me radhë grafiqet dhe ajo që është më rëndësishme është funksionaliteti, indeksi funksionalitetit i cili është i vetmi kriter që përcakton nëse një bashki është vetë funksionale apo jo, dhe ne këtë test e kemi kaluar me sukses. Gjithashtu edhe gjithë parakushtet tregojnë që jemi një njësi vendore me vetë funksionalitet dhe operojmë në një territor që ka të gjitha parakushtet për të pasur të njëjtën zhvillim, ritëm zhvillimi edhe në të ardhmen në afatmesëm dhe afatgjatë. Pse e them këtë edhe nisur nga fakti që pozicionohemi të dytit në rang e bashkive të nivelit të mesëm të përcaktuar të tillë nga raporti i ekspertëve. Po ta vëshre në grafik dimali rendites pas lushnjes e dyta në listën e bashkive të nivelit të mesëm. Edhe pse dimali i plotson të gjitha kriteret e përcaktuara nga raporti i ekspertëve dhe nuk është në ato njësi vendore që nuk i kalojnë pragun e parametrave të përcaktuara nga raporti i ekspertëve, pse propozon komisioni apo propozuesit përkatës në Kuvendin e Shqipërisë? Me çfarë arsyetimi, çfarë arsyetoni ata në relacionin e tyre në lidhje me shkrirjen e bashkisë Dimal? Arsyetimi i tyre bazohet në këto fakte që kanë parashtruar. Ka një traditë historike, ka një lidhje të hershme të Dimalit me Beratin për shkak të ish rretheve, ka arsye ekonomike sepse ka profil bujqësor të ngushtë, parashtron shifrat që janë në raport, por nuk i analizon ato dhe nuk jep një studim të mirëfillt të analizave apo studim fizibiliteti për projeksionet që do marrin këto shifra nga shkrirjet e bashkive. Pra se si do të ndryshojë situata. Ne jemi dy njësi vendore me profile të ndryshme dhe me dimensione të ndryshme. Dhe kemi kaje të ndryshme të zhvillimit. Patjetër që Berati është një qendër e konsoliduar turistike e turizmit, por edhe Dimali është një pol i zhvillimit ekonomik bujqësor. Ndaj kërkojnë të rriten dhe të zhvillohen të ndara, për vetë faktin që kanë treguar që Dimali vetë funksionon dhe ka dhe parametra më të larta se njësia ankoruese. Ndaj, në momentin që ne nuk kemi të parashtruar në analizën e relacionit shpjegues avantazhet e këtij bashkimi apo të kësaj njësie të re që do të ngrihet, avantazhet, çfarë do të përfitojë njësia e shkrirë nga ky bashkim apo edhe vetë njësia ankoruese. Nuk e kemi një analizë të saktë, gjithashtu themi që arsye demografike, mas urbane ullët thot relacionin, ndërkohë që ndryshe shprehet në raportin e ekspertëve ku citohet që ka mjaftueshëm zonë urbane. Kjo është në tabelën e raportit të ekspertëve shkruar, ndryshe shkruhet në raportin e ekspertëve dhe ndryshe parashtrohet në relacionin shpjegues. Ndërsa për arsye tjetër është një arsye sociale që në Berat janë shërbimet spitalore dhe arsimi i mesëm. Konsolidimi harmonizon shërbimet. Në fakt, spitali gjithkohës ka qenë në fakt në Berat, që edhe në reformën e parë territoriale, me këtë kriter mund të shkrihesh edhe me një njësi tjetër administrative afër që mund të jetë dhe spitali më afër në distancë. Pra një kriter edhe arsim të mesëm ne kemi në njësinë vendore tonën dhe është për të theksuar se jemi nga bashkitë me ritmin me reduktimin më të ulët të nxënësve në qark dhe kemi shkolla të mesme si ajo e njësisë Ura Vajgurori që ka dalë me rezultate të larta, domethënë në cilësinë e shërbimit
në mësidhënien e mësuesve me shifra këto të publikuara nga Ministria e Arsimit. Një arsye e përmendur është ajo administrative që struktura dyfishon në shkallë të vogël funksionale që Berati i ushtron me kapacitet të plot. Në fakt ka në raport një analizë sipas raportit të ekspertëve që thotë që ka 2.5 banor për aparatin, jo për numrin total të punonjësve, dhe për Beratin e kanë nxjerrë 1.3, por në fakt nuk ka një shpjegim pse ka dalë ky rezultat, sepse edhe nëse ne e bëjmë me aparatin për llogaritje, të paktën për llogaritjet e përbëra nga stafet tona, ne na rezulton e ngjashme dhe për afërt 1.3 me Beratin në rastin e aparatit, ndërsa po të bëjmë një studim në lidhje me numrin e total të punonjësve tanë, rezulton që Bashkia Dimale ka në një vlerë më të ulët se Berati numrin e punonjësve total për banor me një shkallë të lehtë gati 16.8%. To ishin të vetmet arsye të shkruara, por në logjikën e raportit, domethënë supozohet që nëse shkrim 2 aparate, bëhet me eficiencë. Në këtë kontekst, kjo nuk është një argument logjik, pasi në të njëjtën mënyrë mund të shkrim të tëra bashkitë për të ulur kostot administrative. Nuk janë qëllim në vetvete kostot administrative, qëllimi është eficienca, ajo që ne kemi treguar nëpërmjet funksionalitetit dhe parametrave të përcaktuara në të, nëpërmjet hapësirës që i kemi dhënë investimeve aty, nëpërmjet parametrave të drejtë ngurtësisë buxhetore, pra shpenzimeve paga edhe operative, dhe ajo që është më e rëndësishme është fakti që jemi nga bashkitë që performojmë mirë në këtë pjesë, jo vetëm jemi vetë funksionale, po dallojmë nga disa bashkitë të tjera. Po ajo që ngelet më e rëndësishmja në gjithë këtë pjesë është fakti sepse arsyet kanë qenë shumë sipërfaqësore, jo të argumentuara, dhe ajo që është më e rëndësishme nuk ka një studim fizibiliteti të mirëfillt mbi përfitimet e kësaj shkrirjeje. Çfarë përfitojnë të dyja këto njësi vendore nga ky bashkim? Apo avantazhohet njësia ankoruese në kurrizë të bashkisë që shkrihet, se duke qenë se jemi përpara faktit që vërtet në relacion shpjegohet që ne marrim statusin qytet në bazë të ligjit që do të miratohet, por nuk kemi vendimarrje. Edhe përfaqësimi ynë në Këshillin e Njësisë së Re do të jetë në përqindje me popullsisë që kemi, dhe i bie që të kemi një numër që nuk arrin deri në vendimarrje për atë çka është më e mira për komunitetin e Bashkisë Dimal. Pra, kundërshtimet tona kanë qenë në kontekstin si më poshtë, është bërë një trajtim i pabarabartë për bashkitë në të njëjtin qark. Ne si një bashki me performancë lartë në funksionalitet e kemi kaluar testin. Arsyetimi zvendësues për shkak të eficiencës së aparateve të bashkive përkatëse nuk qëndron dhe nuk kalon sepse mund të përdorej për çdo bashki me një numër të gjerë bashkish në territor. Gjithashtu ka dhe mos përputhje me matricën e ankorimit. Jemi bashki që kemi rritur 5 herë edhe të ardhurat lokale nga krijimi i saj dhe i kemi menaxhuar ato drejt në lidhje me buxhetet lokale, duke i mos i keq përdoruar, por duke i vënë ato në shërbim të qytetarëve, dhe kjo në nivel shumë më të lartë se njësia ankoruese. Ka edhe një problematik në fakt se në raport janë më të qarta ato analiza për një bashki që favorizohet, dhe në disa raste mungojnë evidencat për bashkitë që shkrihen si në rastin e Dimalit. Edhe një njësi administrative që nuk ka përfaqësim dhe që nuk vendos vetë për fatet e komunitetit të vetë dhe nuk ka rol vendimarrës, nuk përfiton asgjë nga statusi i qytetit, dhe nuk mund të garantohen që të ruhen të njëjtat shifra minimumi që ne kemi arritur në gati këto 10 vite, pra të garantohen të njëjtat nivele performance për njësinë vendore. Ndaj, për këto çka parashtruar më lart, Dimali duhet të shndrojë bashki me vete dhe të vetë funksionoj të shërbej në mënyrë që të vijojë të shërbej komunitetit që përfaqëson. Të dashur bashkëqytetarë, ajo që desha të ndaj me ju ishin argumentat pse ne duhet të vijojmë të qëndrojmë bashki me vete.
Shkrirja pa argument dhe pa evidencë e cënon gjithë ligjshmërinë e procesit dhe bëhet shkak për antikushtetueshmëri, sipas nenit 108.2 e Kushtetutës dhe mendimit numër 19 të vitit 2015 të Gjykatës Kushtetuese. Ju faleminderit shumë që na ndoqët. Jam e hapur për të diskutuar dhe për debatuar mbi argumenta me cilin do dhe i ftoj këtu edhe propozuesit e ligjit në Kuvendin Popullor, gjithashtu edhe ekspertë që kanë hartuar raportin të diskutojmë së bashku në mënyrë që transparenca të sigurohet dhe qytetarët tanë të dinë cila është më e mira për ta. Ata duhet të dinë cilët janë avantazhet dhe disavantazhet e këtij bashkimi edhe kësaj reforme apo hartë të re territoriale në Republikën e Shqipërisë. Ju faleminderit që na ndoqët.